mesme. Po, edhe pse shiqojmë që një afrim të qeverisë së re me qeverinë e Izraelit, për shkak se Izraeli dhe Siria nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Ata së fundi para 50 viteve në luftën 1973 ishin në një luftë serioze dhe prej atëherës nuk kanë pasur asnjë marrëdhënie diplomatike. E dim që kanë edhe kontest për sa i përket lartësisë së Golanit. Mirëpo me ardhjen e qeverisë së re, si duket kjo qeveria ka një politikë më perëndimore ta quajmë, dhe ata kanë pasur disa takime në nivel të ministrave të jashtëm. Së fundmi u takuan me ndërmjetësim të Francës në Paris, ministrat e punëve të jashtme të Izraelit, dhe si duket është presidenti i vetë shpallur i Sirisë, gjendet në OKB, dhe atje me siguri do të kenë takime më të përafërta edhe me lobin Izraelit në SBA, po edhe me politikanët e Izraelit. Dhe është e pritshme që në një kohë të afërm Izraeli do ta njohë shtetin, në fakt Siria do ta njohë shtetin e Izraelit. Mirë, duhet të rikthehemi pak edhe të kuptojmë se çfarë ndikimi ka pasur rrëzimi i Bashar al-Assadit dhe ardhja në pushtet e qeverisë së re në balancat rajonale. Pak e kemi diskutuar në fakt rrëzimin e Bashar al-Assadit, sa i takon balancave të sigurive rajonale të krijuara në kontekstin e ri. Po tani shumë veta kishin shpresa të mëdha se me rrëzimin e Bashar al-Assadit do të përforcohet Siria dhe do të vijë stabiliteti dhe paqja në të rajon. Unë prej fillimit kam qenë skeptik, si unë ka pas edhe tjerë profesor të rrallë, analist, që i kemi pas këtë mendim. Ja që tani pas një viti mund t'japim një analizë se çka ndodhi. Pra mund të shiqem që në këtë vit lufta qytetare në Siri vazhdon, vrasjet mund të konsiderohen me 10 mijëra, ndoshta mund të ketë arritur numri edhe 100.000 të vrarë. Më shumë është i prekur komuniteti Alevit në Siri. Më kujtohet në mars të vitit 2025, brenda 48 orëve u vranë mijëra civil, gra, fëmijë dhe të tjerë. Po ashtu e kemi pjesën jugore ku druzët kishin edhe luftime me beduinët që janë fis i arabëve dhe që tani nuk është në kontroll të qeverisë së Sirisë, pra ata kanë një lloj autonomie dhe me mbështetje të ushtarëve izraelit, ata e kontrollojnë atë rajon. Dhe pjesa veriore apo verilindore ku e kontrollojnë kurdët, ku janë edhe me mbështetje të ushtarëve amerikan. Edhe aty kemi pas luftime brenda këtij viti, ka edhe atje me qindra të vrarë. Pra nëse e marrim të gjithë Sirin, Siria sot në një kaos të vërtet, ku qeveria e Damaskut e kontrollon vetëm Damaskun, dhe ndoshta edhe Halepon, Hamën dhe Homsin. Po gjithkund në ato qytete në rrethin kemi kidnapime, kemi vrasje, kemi vjedhje dhe kuptohet që nuk kanë as energji, ekonomia nuk është duke u zhvilluar. Tani ata arritën qeveria e re që t'i heqin sanksionet ndërkombëtare, sidomos SBA-ja që e kishte vënë, dhe kjo u arrit me mbështetjen e shteteve tjera arabe, sikur është Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuar, të cilët lobuan në Amerikë që të tërhiqen sanksionet për shkak se ky Emiratet e Bashkuara do të investojnë në limanet e Sirisë. Kemi Latakia dhe Taurus, 2 limane të rëndësishme, ku besohet që rusët do të tërhiqen prej aty dhe arabët do t'i marrin dhe për interesa tregtare dhe ekonomike. Pra pritet të vinë investime të huaj në Siri, por procesi është shumë i ngadalshëm dhe është i ngadalshëm për shkak të jo stabilitetit politik dhe të sigurisë. Kuptohet që Turqia ka rol të rëndësishëm, dhe sidomos pjesën veriore në qytetin Halepo, veç turqit kanë filluar me investime. Ky është një proces që nuk do të thotë se do të dështoj, mund të jetë i suksesshëm për Sirin, por të paktën do të zgjasë një tegat që të shiqojmë rezultat. Zoti Dauti, cili mendoni se është tashmë prioriteti i Izraelit, pra apo përpiqet të shmang një konflikt të ri, pra frontal me Sirin për shkak të zhvillimeve që kemi në Gaza dhe në Liban? Jo, Izraeli nuk përpiqet të shmang një konflikt. Ata e nxisin
sektarizmin në Siri, sidomos në ato pjesë ku jetojnë druzët, veç agentët e Mossadit, po edhe ushtarë të rregull kanë hyrë në atë pjesë dhe përpiqen që ta hapin një korridor, që ta lidhin me pjesën që është nën kontrollin e kurdëve, dhe ashtu që të lidhen edhe me Irakun verior, ku ka edhe burime të naftës, dhe ata pretendojnë që të kenë një lidhje të burimeve të naftës, për shembull në qytetet Mosul, Kirkuk, të cilët me tubacion në për Siri, do të kalojnë drejt për drejt në Izrael, pra jo vetëm për çështje të energjisë, po edhe për çështje edhe të tregtisë dhe punojnë intensivisht. Pra ata nuk e kanë ndërmend që të tërhiqen apo ta ndërpresin këtë kaos në Siri, ata përpiqen që ta shfrytëzojnë në beneficion të tyre. Tani çka është prioriteti i Izraelit? Prioriteti i Izraelit është që ta zgjerojë sa më shumë territorin e tyre, sipas bindjeve të tyre fetare prej lumit Nil deri në lumin Eufrat duhet të jetë Izrael, dhe ata punojnë për këtë dhe kuptohet me mbështetjen e perëndimit, sidomos të SBA-s. Dhe interesi tyre kuptohet që do të ishte që në shtetet përreth mos ketë ushtri të fuqishme, që Egjipti mos ketë ushtri të fuqishme, Turqia mos ketë ushtri të fuqishme, apo Irani, po ashtu që ta rrezikojnë ekzistencën e Izraelit. Këta janë prioritetet e tyre, po a do të arrijnë që t'i bëjnë? Sipas mendimit tim, kuptohet që jo, do të dështojnë, po koha do të jetë dëshmitar më i mirë. Frymëzim, ka një faktor që ne duhet të diskutojmë dhe janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një garanci patjetër së pari për Izraelin, madje garancia e vetme për Izraelin, se Izraeli s'ka garanci tjetër kështu siç e ka sjell punën, por edhe për Sirin nga ana tjetër. Pra edhe qeveria e Sirisë është përpjekur që jo vetëm t'i përmirësojë sa të mundet, pra të jetë sa më shumë pro-amerikane që të mundet, por edhe të kërkojë, po themi, garanci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili është roli pikërisht i Washingtonit në këtë mes midis Izraelit edhe Sirisë? Po tani e kemi përfaqësuesin, në fakt ajo është ambasadori i Turqisë, Tom Barak quhet. Tom Barak, po. Po, me preardhje prej Libanit, besoj është i krishter arab. Okej. Dhe njeh atë rajon mirë, e din arabishtën, dhe ka lidhje të drejt për drejt me presidentin Trump, për shkak se edhe ai është marrur me ndërtimtari, pra njihen në bazë të bizneseve të tija, dhe është me ndikim. Po ashtu, përfaqësues tjetër për lindjen e mesme kemi Qifutin Witkoff, Steve Witkoff, edhe ai merret me ndërtimtari, mirë po ky Steve Witkoff nuk është profesional për këtë çështje. Po. Dhe kuptojmë që përsëri Tom Barak është ai i cili e këshillon Trumpit. Tani kuptohet që mbi të gjitha qëndron lobi i Izraelit, sidomos ai në Washington, dhe Trumpi, edhe pse i konsulton të afërmit e tij, bashkëpunëtorët e tij, përsëri pa më marrë dritën jeshile nga lobi i Izraelit se si të veprojë për çështjen e Sirisë. Nga izraelitët ai nuk vepron. Pra edhe pse ne mendojmë se ndërmjetësues në këtë rast është SBA-ja, e cila i afron marrëdhëniet mes Sirisë dhe Izraelit, në fakt nuk është ashtu. Pra SBA-ja është në anën e Izraelit, përderisa në anën e Sirisë janë shtetet arabe të cilat kanë interesa, është Turqia pas tyre, dhe në fakt negociatat bëhen në mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Izraelit. Në këtë rast, SBA-ja e luan rolin e ndërmjetësuesit, përderisa Siria është vetëm figurë, dhe në fund do ta nënshkruaj një dokument ashtu sikur këta fuqi të mëdha do ta urdhërojnë, për shkak se presidenti i Sirisë e din se është i emëruar aty, nuk është se i ka fituar zgjedhjet ai, po nuk është se erdhi edhe me revolucion, edhe pse ne e dim si erdhi në pushtet, edhe në fakt ishte një grup shteti ku brenda 10 ditëve apo 2 javëve rai gjithë pushteti i Asadit, dhe kuptohet për atë kanë punuar shërbime sekrete të Turqisë, të Arabisë Saudite, të Katarit, të cilët i kanë blejt funksionarët politikanët e ndryshëm të Sirisë dhe ushtarakët e ndryshëm, të cilët e dezertuan presidentin e tyre dhe ja dorëzuan pushtetin Al-Sharës, i cili tani edhe pse u theq Sirin, e din që nuk ka në fakt as ushtri, as para dhe as legitimitet, dhe çka do t'i thuajnë shtetet përreth, atë do ta nënshkruaj dhe ashtu do të veproj. Mirë, zoti Dauti, për të kaluar tek Irani, ndjekemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi.
Liderët evropian kanë thënë se Irani nuk ka bërë ende mjaftueshëm për ta shmangur rikthimin e sanksioneve ndaj programit të tij bërthamor, teksa fati po afron. Megjithëse palët u pajtuan të vazhdojnë bisedimin ndërkohë që koha po kalon. Ka një mundësi për diplomaci, por afatet po mbarojnë dhe do të shohim. Ne duhet ta shohim veprime konkrete edhe nga ana e Iranit, tha më 23 shtator shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, pas takimit me ministrin e jashtëm iranian. Ministrat e jashtëm të Francës, Britanisë dhe Gjermanisë, të njohur si E3-ja evropian, së bashku me Kallasin, zhvilluan bisedime me homologun e tyre iranian, Abbas Araghchi, që margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Para takimit ministri i jashtëm gjerman, Johan Wadepool, tha se duhet të jetë e qartë për të gjithë, se pas të gjitha taktikave vënuese të Iranit, mundësitë për të arritur një zgjidhje diplomatike para se të nisë kthimi i sanksioneve janë jashtëzakonisht të pakta. Mirë, Zoti Dauti, si ndikon afati i 27 shtatorit në pozicionin negociuese të palëve dhe kush është më i favorizuar pra nga koha që tashmë do të mbarojë? Tani, kur flasim për Iranin dhe Izraelin, jemi dëshmitar të luftës 12 ditore. Të gjithë kanë një mendim kush doli fitues, kush doli humbës. Unë kam bërë video me ato raste, them që Irani doli fitues. Dhe SBA dhe Izraeli ishin të detyruar që ta ndërpresin atë luftë, për shkak se kalkulimet nuk ju dilnin ashtu sikur i kishin planifikuar. Dhe kuptohet që Amerikanët nuk kanë kapacitet që ta sulmojnë me trupa toksore Iranin, për shkak se do të bëhet fjalë për miliona viktima të ushtarëve amerikan, ushtarë këta që edhe nuk i kanë t'i dërgojnë në betejë. Nga e dim këto, e dim nga lufta në Afganistan, të cilët edhe pse 20 vite ishin atje, nga ushtria talibanëve, të cilët ishin vetëm një luftë gerile, u detyruan ushtarët amerikanë që të tërhiqen. Kur bëhet fjalë për Iranin, bëhet fjalë për një shtet i industrializuar, një shtet me një kulturë të lartë, një civilizim të lartë, dhe as që mund të paramendohet që Amerikanët ta okupojnë Iranin. Për shkak se rezistenca do të jetë shumë e madhe dhe kjo u dëshmua në luftën 12 ditore, edhe pse në fillim i kapën në surprizë, për shkak se ishin duke negociuar dhe i sulmuan pabesisht. Ata mbas disa 2-3 ditëve u rikuperuan dhe filluan kundër sulmet kundër Izraelit dhe si pasojë izraelitët u detyruan që të tërhiqen. Tani bëhet vazhdon lufta, por lufta është diplomatike dhe shtetet e Evropës përpiqen që ta detyrojnë Iranin që të heqë dorë nga e drejta e tyre për energji bërthamore dhe i kërcënohen se do ta sankcionojnë Iranin. Mirëpo Irani në këta dekadat e fundit është adaptuar me sanksionet dhe si duket më nuk e kanë atë efekt të madh sanksionet. Për shkak se jo e gjithë bota pajtohet me Unionin Evropian dhe SBA, për shkak se nuk ka më përkrahje të madhe në OKB. Para 20 vite ndoshta kishte, për shkak se atëherës edhe më kujtohet prezident ishte Medvedev, edhe ai e përkrahu një rezolutë të OKB-s ku sankcionohej Irani. Mirëpo tash rrethanat kanë ndryshuar dhe dje lexova një lajm të fundit se rusët do të ndërtojnë një central bërthamor të ri në Iran. Pra rusët as që kanë ndërmend ta sankcionojnë Iranin. Kina po ashtu vazhdon që ta blejë të gjithë naftën e Iranit, sa mund të prodhoj Irani, të gjithat naftë e blen Kina, edhe pse evropianët do t'i vënë sanksione së bashku me amerikanët, nuk besoj që do të ketë ndonjë efekt në ekonominë e Iranit dhe besoj që nuk do të tërhiqet nga e drejta e tyre